Jemi rikthyer. E ku do ikim tjetër, s'kemi ku ikim tjetër, këtu do rrim. Ne s'do ikim, po të çojmë ndonjë fëmijë ande nga ndonjë kamp veror, për të pasur në një situatë më ndryshe. Shiko, kam filluar. Jo, është dhe një trend interesant që ka filluar, kampet verore për të rritur. Shumë interesant. Po na abono aty, qa bë? Po, mund t'ikim në të tre. Kur të mbarojmë këtu sezonin, mund t'ikim në një kamp për të rritur. E vërtet, jo, valla ato pushime që kemi, është më mirë që t'i shërë me familje. Mirë, okej. Me gjithë në djenin time, për shembull, qerdet vazhdojnë deri në, nuk kanë një shkëputje. Pra edhe gushti ka qerdhe, edhe kopshti ka disa kopshti që kanë deri në periudhën kur do ndryshon mosha. Nuk e di, përgjithsesi të pyesim Anorën, Anora Kroj që është psikologe, nëse bëjmë mirë të gjejmë hapësirë për të mbajtur fëmijët me gjyshërit, me ndonjë njeri të besuar, me ndonjë familjar, apo të shohim shkollat verore, kampet verore. Mirëmëngjes Anora, Mirëmëngjes Anora. Mirëmëngjes, faleminderit të ftesën dhe ditën mbarë. Kënaqësi ditën mbarë edhe për ty. Pra që të bëjmë tani gjatë kësaj periudhe? Kjo është periudhë mendimi për të marrë vendime. Akoma nuk merren vendime, do të diskutojmë njërë, pastaj të shohim rrugës. Cili është opsioni më i mirë dhe që të fëmia mos jetë në atë konfuzionin që po dalën sa isha në shkollë, tani ti ke prapë në shkollë verore? Po, pikërisht, kjo është diçka që fillon nga këtu. Fëmija është jemi në një periudhë kur fëmijët ditën të marrin pushimet dhe realisht ndihen të lumtur për këtë. Por ndonjëherë prindrit nuk ndihen ai të lumtur sa fëmijët sepse janë këto pikpyetje dhe gjithë angazhimi me ndonjë që do të implikohet si fëmijës. Janë disa zgjedhje. Kurisht merat edhe mendimi i fëmijës, të respektohet çfarë ai ka dëshirë dhe të ketë edhe ai prioritetet e tij. Jo vetëm të bëhet një zgjedhje prindërve, që këtu fillon. Po, ndonjëherë duhet ja parashtrojmë alternativat. Patjetër, ato janë alternativa që dhe prindit dhe fëmijët si në djenit dhe e din çfarë situate mund t'ju presi, por para përgatitja, listimi disa alternativave, mënyra se si do ta zgjedhin, janë shumë të rëndësishme për kohën dhe për mënyrën se si do të përjetoj fëmia pushimet. Është e vlefshme që mënyra se si ajo zgjidhet do të ndikojë shumë pastaj në mirëqenien psikologjike dhe në gjithë zhvillimin emocional që fëmia kalon gjatë periudhës. Pra mund të jetë pak traumatike për ta. Ndonjëherë edhe po, sepse vera është një periudhë e cila realisht fëmijën e rrit shumë nga ana emocionale, po ashtu dhe nga ana e zhvillimit, sepse nuk është vetëm një kohë lirë e cila duhet të shpezohet thjesht duke u qetësuar, por ajo të ofron aktivitete dhe mundësi të reja që fëmijët ndonjëherë i bën të ndihen më të zotë, më të aftë, të ndryshojnë mënyrën se si shikojnë gjërat. Ama Nora ka shumë prindër që zgjedhin që të lënë fëmijët e tyre totalisht pushim për 3 muaj, dhe kjo gjë bën që ti bëhet një regres fëmijës, pra të kthehet pas edhe ta humbas komplet atë ecurinë e tij që ka pasur në shkollë, atë super aktivitetin që ka pasur gjatë gjithë javëve që ai ka qenë në shkollë. Edhe kjo gjëja mos e ndikon shumë, pra duhet që patjetër t'i mbajmë aktiv apo t'i lëmë pushim. Patjetër, dhe nga kjo frikë ndonjëherë prindit nxitojnë duke i përfshirë në kampe të cilat mund të kenë fokusin shumë tek angazhimi akademik, pra mos të humbasin fokusin tek zhvillimi gjuhësor, aritmetik, i lorave të caktuara që mbajnë kontaktin me ato çfarë janë mësuar gjatë vitit akademik dhe i aktivizojnë her pas here. Por nuk do të jetë fokusi vetëm këtu, sepse realisht fëmia duhet ta ndjejë që është duke pushuar, është më ndryshe, është në një ambient të ri, që zakonisht shoqërohet me ambient i cili është në natyrë, është jashtë, ofrojnë aktivitete duke shijuar diellin, duke shijuar natyrën, duke u njohur me fenomenet e natyrës, të cilët fëmia jep zgjidhje shumë të bukur dhe shumë kreative, sepse pikërisht ky duhet të jetë qëllimi, që fëmijët të rrisin kreativitetin dhe inteligjencën e zgjidhjes së problemeve në mënyrë të natyrshme dhe spontane, sepse qoftë nga mënyra se si menaxhohet një mësimi në një kamp, ato janë të ulur jashtë në natyrë, në formë rrethore, kur nuk është më mësuesi ai që drejton mësimin, është
autoritetin ndaj tij, ke ndonjëherë stepjen për të qenë në bashkëpunim më të hapur dhe komunikim po ashtu, dhe pikërisht kjo gjë të ofrohet në një kamp veror, ku ti komunikon më lirshëm. E mban të angazhuar. Anora, po ata fëmijë që prindrit zgjedhin t'i lënë me gjyshrit, edhe në fund të 3 mujorit pastaj ndoshta shohin një regres tek fëmia e tyre, a është e këshillueshme? Shiko, ka prindër që e gjejnë këtë zgjidhje, sepse edhe gjyshrit janë të gatshëm për ta ofruar mbështetje dhe mundësinë për ta kaluar fëmia sa më mirë pushimet verore. Gjithmonë duhet prindi të jetë i kujdesshëm që tek gjyshri të gjej si argëtimi, si lojën, si zbavitjen, por mos të humbasi dhe fokusin, qoftë i lexojë një prallë ose ti tregoj një tregim të veçantë që mund të ketë lidhje me shprehje të caktuara që gjallë gjithë njohuritë akademike që fëmia ka marrë gjatë vitit akademik dhe të ndihet përgatitur kur të fillojë viti akademik. Padyshim, tek gjyshrit ata do të gjejnë dashurinë, do të gjejnë mbështetjen emocionale, që gjë kjo ju duhet shumë fëmijëve dhe ndihmon shumë për të rritur emocionalisht, sepse pushimet verore këtë kanë qëllim, që nga ana emocionale fëmijët ndihen më të lirë, më të kënaqur, më të realizuar, më të plot, dhe jam e sigurt që gjyshrit nëse kanë fokus pozitiv dhe janë të gatshëm për të luajtur me fëmijët, për t'u treguar një hall, për të bërë një shëtitje, për t'i angazhuar, jo thjesht për t'i mbajtur, sepse donjëherë, siç e thatë dhe ju, nuk është thjesht një periudhë qetësimi, e cila ndonjëherë mund të kthehet në bezdisëse për fëmijën, dhe ky qetësim i tepruar mund të shtojë ndjenjat e ngarkesës emocionale, ndonjëherë të mos menaxhimit të mirë të situatës, anksin e ndarjes me prindrit. Po, patjetër, dhe ndërkohë automatikisht pastaj të kujtohet edhe ajo periudha që ne kemi parë filmat shqiptar, që kujdeseshin për t'i çuar në fshat. Po. Për të kushurinë, për të qenë afër natyrës. Nuk e di, është shumë e aksesueshme tani, domethënë kjo si opsion. Më thuaj ti, nëse prindrit zgjedhin ende të shikojnë opsionin e kushurive në fshat për të qenë fëmija e tyre më afër ambientit natyrës. Po, kjo është një alternativë, sepse duke qenë se ne jemi akoma kulturë e cila jemi mbështetëse dhe gjyshrit gjithmonë ka një dëshirë shumë të mirë për të kaluar kohën me niprit, dhe është ky momenti i verës ku ata ofrohen dhe ndihen të gatshëm për të qenë afër fëmijëve në këtë rast. Dhe padyshim prindi gjitha i lehtësuar, sepse është fëmia në një ambient të sigurt, përveç se është i sigurt, është një ambient çlodhës, natyra, siç e tham, mjedisi, ajri, gjithçka që do ofrohet është shumë pozitive, sepse fëmia mëson shumë mirë nëpërmjet, mëson fenomenet natyrore fillimisht, njihet kafshë të ndryshme, kupton se si funksionon tjetër jetësor, sepse nuk është dobitureve të shkollës në një mjedis të mbyllur, por ky mjedisi jashtë natyra është zhvillimi më i mirë që mund të jepet fëmijës pikërisht në këto muaj, është mundësia më e mirë. Dhe prandaj dhe shumë kampe për të shkuar fëmijët në fshat e gjyshrit ose në rrethin familjar më të ngushtë. Kampet zgjedhin t'i organizojnë këto në natyrë, të zgjedhin një mjedis që është sa më afër natyrës. Po ndërkohë, a është vera në fakt, Anora, një kohë tek e cila fëmijët duhet qëndrojnë më shumë me prindrit, duke qenë se gjatë gjithë vitit paktën nuk është se qëndrojnë shumë edhe për shkak të angazhimeve, jo vetëm të prindërve, por edhe të vetë fëmijës, me shumë kurse, me shkollën. A është vera një dedikim, po, prindit përsëri punojnë, por a duhet gjetur një kohë më tepër për fëmijën gjatë verës të paktën? Për shpirt, Fëmijët, kur pyeten fëmijët pse je i lumtur, që po vijnë pushimet, përgjigjja kryesore zakonisht e fëmijët është sepse prindi do të jetë pushim dhe do të jetë me mua.
E drejtë. Dhe ky përkushtimi, dedikimi, të qenit me fëmijën, ta dëgjosh, të krijosh një lojë të re, ta njohësh në një mënyrë ndryshe dhe për të krijuar dhe për të ndërtuar një lidhje emocionale që ndoshta kur jemi në punë, fëmia frekuenton shkollën, nuk është koha më e mirë e mundshme për të lidhur sa më mirë emocionalisht. Dhe pikërisht prindrit këtë duhet ta gjejnë gjatë pushimeve. Po. Kuptohet që prindrit kanë kaluar një vit ndoshta të lodhshëm në punë, zhjimi me fëmijët, gjithçka është një pjesë padyshim, por ne lehtësohemi vetëm duke pushuar, duke qëndruar pa bërë. Ne qetësohemi duke u argëtuar me fëmijët. Kjo duhet të nxitet, kjo duhet të promovohet, cilat mund të jenë aktivitetet të cilat prindit duhet të bëjnë me fëmijën. Fund të ditës kemi një fëmijë të lumtur dhe gjithashtu një prind të lumtur. Jetë e bashkët, të shikohet si bashkët. Jo, ndonjëherë prindrit ndihes sikur nuk din t'i japin zgjidhje më të mirë se si do t'i kalojnë pushimet me fëmijët edhe zakonisht ndonjëherë mund të garkuar emocionalisht. Si bashkë këtë gjë. Si do të veprojnë tani, Zoj, po. E qartë, Anora. Anora, faleminderit shumë që ishe sot. Do dorim të t'kishim në studio që mos i kishim këto shkëputjet. Po. Okej. Një urim shumë të veçantë për gjithë fëmijët, të cilët janë në prag të pushimeve verore. Uroj që t'i shijojnë sa më shumë, uroj gjithashtu të kenë mbështetje sa më të mirë nga prindrit, ta kalojnë kohën sa më bukur bashk, të mundohen të krijojnë aktivitete, qoftë aktivitete në natyrë, po qoftë edhe arti, muzika, të kërcejnë, të krijojnë këngë së bashku, të beten kujtime shumë të bukura midis prindërve dhe fëmijëve, sepse është momenti kur kohën e kanë më shumë në dispozicion se gjatë gjithë vitit, dhe gjithashtu mos të harrojmë që duhet të përgatiten në mënyrë pozitive fëmijët kur të jemi afër fillimit të vitit akademik. Jo duke bërë presion që do vi shkolla dhe tani duhet të mësosh, por të tregojmë që sa shumë fëmia është rritur gjatë pushimeve verore, sa shumë gjëra të reja ka mësuar dhe sa mirë do të jetë ai tani në shkollë, sepse ndihet vërtet më i rritur, më i plotësuar, më i fortë nga ana emocionale, ditë japi zgjedhjeve, shumë problemeve të cilat ai tashmë i ka eksploruar gjatë verës, qoftë me prindrit, me gjyshrit, me kampet e ndryshme verore, gjithmonë ka zgjidhje shumë pozitive. Thjesht duhet të jetë qasja e prindërve që duhet t'i afrojë fëmijëve si të tillë. E drejtë. Anora, të falenderojmë shumë. Faleminderit, Anora. Faleminderit shumë. Përshëndesim. Pafshim. Mja pra e morëm me të zgjidhje. As për informacioneve u bëm dhe ne për kamp. Vrapit. Bravo. Ai do kamp në natyrë, në këto kampet shua. Natyrë dhe mundësish në fshat. Bregdet? Bregdet. Po. Okej, apo mirë, ato janë kampe verore të tjera për të rritur. Unë do doja për shembull mal edhe një pishin. Do ishte interesante. Okej. Ndërrojmë, vazhdojmë. Keni kohë nga një muaj e ca për t'i menduar, për t'i organizuar gjithë këto. Duhet gjejmë kamp në dur. Po. Aty është gjithë çështja. Ne kujdesim për kampe të tjera. Tani do t'ikim në reklama. Nuk ka përshtypje ka një insert më pas ka reklama, hapësirë e kuzhinës, se të pas një ditë sa më të bukur. Ditë të mbarë gjithëve. Pafshim.